njeriu edhe mund ta thyej ka herë pas here besën e dhën Allahu xhaleshanu. Pra mund të bjerë në gjuna është ideja. Mund të bëjë një gabim, mund ta kundërshtoj Zotin xhaleshanu. Dhe Allahu me anë profetit sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar një dua kaq të bukur, saqë ti thosh Zotit, thën ndryshe, është shqipëruar, o Zot, e di, ta kam dhënë fjalën që s'do bëj gjuna, po ja që unë rash në gjuna. I pranoj Ebu Leke Binjamet i ka leje Ebu Bidhem, i pranoj gjitha mirësitë që mi ka dhënë ti o Zot, e di që i kanë veç prej teje. Po ashtu o Zot, i pranoj gjunahet e mia që herë pas here mu më largojnë nga mbajtja e premtimit që të kam dhënë ty që të jem një besimtar larg gjunave. Pra ma, ente Rabbi la ilaha illa anta, ama ti je Zoti im, njëri vetëm pa shok. Ke kriju mua, unë jam robi jot, këtë nuk e harroj kurrë. A mund bëj gjuna? Bëj. Bie pre e epsheve të mia, e egos time, e bëj një gjuna, e thy premtimin e dhënë ndaj teje që unë s'do të bëj me gjuna, se në vetvete teube çfarë do të thotë? Teube do të thotë të kthehesh. Teube do të thotë e ke bëj gjunahun, kthehesh nga gjunahu, nuk e çon ndërmend më ta bësh atë gjuna. Edhe je penduar me sinqeritet tek Zoti. Pra ti thua Zot, thash fjalën që s'do i kthem më këtij gjunahu. Kalojnë pak ditë i kthesh prap. E thyve fjalën e dhënë Zoti xhaleshanu. Por duke përdorur këtë duan e istikfarit, duke e pranuar dobësinë tënde, prap ne do t'i kthehemi besës dhënë te Allahu xhaleshanu. Prap do t'i japim besën. Prap do të përpiqem të bëjmë një njerëz i mirë, prap do të bësh gjuna, prap do të përpiqem të bëjmë një njerëz i mirë, dhe kjo nuk ka fund. Dhe i than profetit sallallahu alaihi wasallam, po si do të vazhdoj kjo i dërguar i Zotit? Se njeriu bëj gjuna, thot o Zot më fal, bëj gjuna o Zot më fal, pra e thyn premtimin dhe besën e dhënë te Allahu xhaleshanu. Atëherë profeti sallallahu alaihi wasallam në ka përgëzuar që një njeri i cili bën gjuna kthehet gjunaut, bën gjuna kthehen gjunaut, bën gjuna kthehet gjunaut dhe i shtohet bindja në zemrën e tij që çfarë do lloj gjunau që unë bëj, sa herë që unë ta thy besën e dhënë te Allahu xhaleshanu, unë kam një Zot që më fal, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, sepse ai nuk ka të krahasueshëm me të, është falës, është mëshirues. Atëherë profeti alayhis salam përgëzoi që Allahu i thotë këtij robi, sa herë që të bësh gjuna, unë prap kam për të falë. Pse? Sepse ti e ke bindjen që ke një Zot që do të falë. Thënë ndryshe, ti e bën gjunaun, por thellë në veten tënde, vrapon tek pendimi sa herë që e bën gjunaun. Dhe duke e bërë këtë, atëherë dije që Allahu xhaleshanu do të ka falur.